Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, vëllezër dhe motra të respektuar, të gjithë ju që na ndiqni në kanalin PIS TV dhe në çfarëdo platforme tjetër, jemi me popujt e Kuranit, popujt të cilët i ka zënë në gojë Kurani, i ka përmendur në Kurani, popoj apo njerëz, individ. Nga njëherë disa njerëz peshojnë aq shumë sa janë popull në vete. Dhe nga njëherë disa popoj nuk zënë vend në histori as për përparimin e tyre, për zhvillimin e tyre, pra nuk lënë gjurmë në histori, e as ndoshta edhe për të këqijat e tyre. Allahu xhalla xhelaluhu ka përmendur disa raste, disa popoj, disa njerëz, jo rastësisht në një libër që nuk njihet për libër historie. Nuk njihet për libër që tregon vetëm të kaluarën, por është një libër që më thon të na mësoj të besojmë vërtet dhe sinqerisht, të besojmë në mënyrën më të mirë dhe të duhur se si të njohim Allahun, të njohim gjithçka rreth tij, të njohim madhështinë e tij, ta madhrojmë atë, të dimë të adhurojmë atë, pastaj të besojmë në botën tjetër, në udhëtimin tonë se ku jemi e tjera. Dhe jo vetëm kaq, një libër që më thon të na mësoj mënyrën të jetuarit në këtë botë, pra në raport me Allahun, të gjitha adhurimet, të gjitha ibadetet, pastaj na mëson se si të sillemi me të tjerët, me njerëz, me kafsh, dhe me planete e me gjëra që neve na rrethojnë, i kemi afër apo i kemi larg. Me fjalë tjera, na mëson anën juridike si të sillemi, na mëson moralin, na mëson etikën. Allahu xhalla xhelaluhu në një libër të tillë nuk duket se ka vend për të përmendur shumë nga ngjarjet e kaluara, por zën vend edhe shumë tregime historike me të vetmin qëllim që ne të avancojmë sa më shumë, të avancojmë sa më tepër dhe të jemi ata që dimë dhe shkojmë me një rrugë të sigurt, duke pas parasysh se njerëz para nesh kanë ndjekur një rrugë të tillë ndoshta. Edhe nëse ajo rrugë për shembull është e gabuar, ne të heqim dorë sa më parë që ne të shkojmë tek ajo rruga e sigurt e ahiretit dhe ringjalljes dhe shpërblimit me xhenet, të mos bëhemi si popujt që eventualisht janë shkatruar. Nëse ka prej të mirave të popujve të caktuar që janë të domosdoshme, Allahu xhalla xhelaluhu përpos që i ka legjitimu ata dhe i ka ligjësu ose përligjur normat e tyre dhe tek shariati jonë dhe tek feja jonë, megjithatë në përmendjen në ngjarjet e tyre mund të kemi mësime prej më të ndryshmeve që janë të nevojshme që ne t'i përmendim. Derisa në javën e fundit folëm për një çështje shumë të rëndësishme, jo vetëm për Sulejmanin alayhis salam dhe përfundimin e tij, por edhe se çfarë duhet ne të glorifikojmë, të rrisim, të madhrojmë, apo e kundërta, çfarë duhet ta marrim me normalitetin e vet, me gjërat që duhet të shkojnë sipas vendit dhe rrethit ku duhet të jetojmë e të ecim e të mos bijmë prej provokimeve të ndryshme, pra këto janë që ne na duhen. Zekeria alayhis salam është profeti i radhës, është një profet që ka ardhur jo më njëherë pas Sulejmanit alayhis salam, por është i dërguar tek Beni Israelit. Ka qenë njeri i devotshëm shumë dhe ka qenë njeri që nuk i ka pas pushtetin e Sulejmanit, po edhe nuk i ka pas atë fuqinë që të komunikojë me kafsh dhe shpend e insekte sikur Sulejmani alayhis salam. Megjithatë, mund të thuhet se Beni Israelit ndoshta pak kohë mund të thuhet se kanë mbetë pa ndonjë profet, ose thuj se hiç. Bile këta profet, këta pejgamber që janë përmendur në Kur'an kryesisht janë, ose shumica absolute e tyre janë profet që janë dërguar tek Beni Israelit. E kur jemi tek Beni Israelit, duhet ta rikujtojmë edhe një herë. Israili ishte Jakubi alayhis salam. Bitë e tij, djemtë e Jakubit, ishte njëri prej tyre, Jusufi, që kishin ardhur në Egjipt, kishin jetuar, prej tyre erdhi Musai dhe Haruni dhe Musai. Pastaj nga loza e tyre erdhën edhe shumë pejgamber të tjerë, disa nga ta dhe e kemi kaluar pa i përmendur, sikur Eliasai, Iliasi e të ngjashme,
sepse nuk kanë diçka shumë që thekson dhe janë të i njëjti popull, ndërka ngjarje me ta nuk ka. E për Zekeriajin alayhis salam, që është njëri prej tyre, përmendet sepse në 2 sure përmendet shumë detajshëm çështja e tij, edhe në surën Maryam, edhe në surën Ali Imran. Më detajshëm, në fakt përmendet edhe në surët të tjera, në 2 sosh prej tyre, pra që janë mekase, prej tyre pra është vetë surja Maryam, që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për t'i treguar se si kanë qenë ngjarjet e disa njerëzve të arritur, njerëzve të mëdhenj që i kanë duruar ato që ty po të ndodhin o Muhammed, prej fymjeve, prej shamjeve, prej etiketimeve, prej gjërave të cilat nuk përkasin me një profet sikur që jeti. Me fjalë të tjera, ti duhet të kesh shumë në konsiderat se jo ti i vetëm ose jo ti i pari je ai që po etiketohesh. Ka pas edhe të tjerë që janë etiketuar, janë përfolur e tjera dhe ata kanë duruar. Dhe nga ajo që dihet nga faktet historike, surja Maryam ka zbritur bukur herët në Mekë. Pra gjithsa e shpallja Kuranit ndodh për 23 vite dhe 13 janë në Mekë, 10 janë në Medine, me kohë ndarje, pra ato të Mekës periudha e parë, ato të Medinës periudha e dytë. Atëherë këto 13 të Mekës dallon, pra është në vitin e parë apo është në vitin e 13. Jemi shumë të sigurt që nuk është në vitin e 13 për shkak se para se të shkon të Xhaferi i Ebu Talibit në Abisini, në Etiopinë e sotme për të Jemenit, pra që kishin dëgjuar se Nejashiu ishte një mbret i drejtë dhe po mund t'i strehon të këta musliman që kishin pranuar Islamin në Mekë dhe që nuk po jetonin rahat nga kushërinjtë e tyre, nga të afërmit e tyre, dhe vuanin shumë nga ta, i dërguari sallallahu alaihi wasallam i kishte dhënë leje që ata të bëjnë hijret dhe të largohen nga Mekëja e të shkojnë diku ku gjejnë strehim, për të dhënë mësim këtu, mesazh se ti mund të lëvizësh nga vendi ku nuk mund ta aplikosh, ku nuk mund ta realizosh besimin tënd në mënyrë të lirshëm. Dhe kësaj ata shkuan në Abisini dhe në bisedat e para, pra tek Nejashiu, kur i treguan arsyeën pse këta kërkojnë azil, pse kërkojnë strehim atje, i thanë sepse ne nuk po na durojnë që i përkasim një besimi monoteist. Ai pyeti çfarë është ky besim? Ata i treguan se është besimi në Allahun e tjera dhe ne na ka zbrit një libër Kurani, e Nejashiu ishte krishter. Dinte shumë për besimin monoteist sepse ishte shumë i afërt me te. Ndosën atë kohë kur ka jetuar Nejashiu, pra ka pasur devijime të Injilit, ose është bërë në verzione të ndryshme si libër i Zotit, por megjithatë besimi bërtham tek krishterët kishte mbetur edhe asaj kohë edhe në ditët e sotme, që të besohet Allahu si hyjni, si vetëm, si i pashoq e tjera. Ndërka këto defektet e tjera që vinë më vonë do të shohim në kuptim të Trinitetit dhe të trajtimit të Zotit se ka familje, ka grua. Këto janë defektet tjera që vinë më vonë, por parimisht ata besojnë në Allahun. Besojnë se është ai krijuesi suprem i cili nuk i përngjan askush atij. Besojnë në ringjallje. Besojnë fuqishëm se të gjithë do të dalin para Allahut. Dhe kësaj surja Maryam, pra ndërsa kishte zbritur dhe ata dinin mirëfilli për Isa alayhis salam, kur i lexuan Nejashiu në fakt e pranoi Islamin. Për këtë arsye më vonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur kishte kuptuar në Medinë se Nejashiu ka vdekur ose kishte vdekur, ai ja fali xhenazën në mosprani, sepse kishte konsideruar besimtar. Nga kishte konsideruar se jo vetëm që i pati strehuar muslimanët, por kur kishte dëgjuar përshkrimin kaq të detajshëm të Isait alayhis salam dhe nënës së tij, ishte bindur se një gjë e tillë nuk mund të thuhet nga njerëz analfabet, por sigurisht pas kanë libër vërtet të shpallur. E në këtë sure, pra,
përmendet, para se të përmendet Mariemja, para se të përmendet lindja e Isait, surja fillon me kaf, ha, ja, ain, sad, me shkronja gërma simbolike, cilat nuk dihet kuptimi tyre. Allahu thotë dhikru rahmeti rabbike abdehu Zakaria. Allahu e fillon duke përmend pra këtu robin e tij Zakaria alayhis salam. Kush është Zakaria alayhis salam? Idh nada rabbahu nidaan khafiya. Ai kishte bërë një lutje Allahu xhalla xjalaluhu, një lutje të fshehtë. Ne do të shohim se cila ishte lutja e fshehtë, por fillimisht të kuptojmë. Zakaria alayhis salam pra ishte nga Ben Israelit, ishte shumë i devotshëm, ishte thirrës në rrugën e Allahut, tentonte ta mbronte atë besim që kishte trashëguar nga gjeneratat e mëparshme, nga pejgamberët e mëparshëm, dhe Allahu kishte dhënë gradën e pejgamberit që ai të kishte këtë mision. Mirë po, me kalimin e kohës, Zakaria alayhis salam do të mplakët, do të dobësohet, do ta sheh veten se nuk është në atë energjinë e mëparshme, dhe në mosha të tilla çdo njeri, sidomos ata që janë misionar, e kanë hall, e kanë dert se kujt po ja lën këtë trashëgimi, këtë detyrë që kanë mbi supet e tyre. Zakaria alayhis salam ishte sprovuar me mungesë të fëmijës. Pra ishte sigur Ibrahim alayhis salam, pra prej profetëve janë këta dy që përmenden, që nuk kanë pasur fëmijë. Gjersa kë nuk ishte fëmijë, kujt ja lënte këtë detyrë? A nuk e keni pa për shembull sa ishte e lehtë kur Davudi alayhis salam, pejgamberi i librit të shenjtë të shpallur Zeburit, i erdhi koha të vdes, e kishte pranë vetes djalin e tij shumë të mençur, nga shumë fëmijë që kishte Sulejman alayhis salam, i cili shpesh gjykonte në prani të Davudit. Davudi ishte kënaq me gjykimet e tij dhe ishte i pajtimit që kishte kush ta trashëgonte dhe ta trasonte rrugën e tij të udhëheqjes së Ben Israelve, edhe në aspektin teknik dynjas, por edhe në aspektin shpirtëror dhe fetar të besimit tyre. Sa ndjenjë mirë do të ishte kjo, por Zakaria tash e ka këtë hall, ka këtë dert. Kush do ta trashëgoj këtë? Kujt do t'ja lë këtë mision, këtë detyrë që ai e ka mbi supet e veta, dhe kësaj e kap këtë dert. Kjo është nga njëra anë. Është një diçka tjetër, që këtu duhet të përmendim diçka para kohës. Zakaria alayhis salam ka qenë i martuar me një grua, ajo gruaja ka qenë në dy versione, thotë, motra e Mariemës, ose ka qenë tezja e Mariemës. Ky version i dytë është më i qëndrueshëm, më i saktë. Nëse pra ka qenë motra e Mariemës, atëherë po i bie se Zakaria ka qenë i martuar me një prej vajzave të Imranit. Por kjo nuk korrespondon shumë me atë realitetin, sepse do të përmendim detajisht lindjen e Mariemit dhe pse dhe si kishte ndodhur një gjë e tillë që ajo edhe ta kishte emrin e kështu me radhë, dhe del se versioni është më afër mend se gruaja e Imranit e ka pasur motër gruajën e Zakariait alayhis salam. Kush është Imrani? Imrani është një njeri i devotshëm, nuk është pejgamber, por në Kur'an përmendet, ose surja quhet, e ka emrin familja e Imranit. Familje shumë e famshme, e njoftëm për devotshmëri, për afrime Allahun xhalla xhelaluhu, për adhurim, për edukim të shëndosh të gjeneratave e tjera tjera. Pra këta kanë qenë kësaj në lidhje të këtill familjare, pra edhe njëri edhe tjetri, ose thënë ndryshe, pra kanë pasur gra të motra, thënë ndryshe këta kanë qenë baxhanak. Zakaria ka qenë baxhanak i Imranit. Kur do të lindet Mariemja, që do ta detajojmë në halk tjetër, nuk do mend se Imrani
Dhe gruaja e tij kishin dëshirë që të ishte djalë, që të realizon një dëshirë të madhe të tyre që ai të jetë shërptor në Mesjidul Aqsa, në tempullin e Shenjtë. Mirë po, gjersa nuk u lind djalë dhe këtë nuk mund ta bënin vajzat, atëherë ndodhi çfarë ndodhi dhe Mariemja ishte ajo që ishte, që ne prapë po them do të flasim gjërësisht për te. Tash na vjen në rend të flasim për atë momentin kur Imrani pati vdekur dhe kishte mbetur Mariemja e vogël jetim. Duke qenë ajo vajza e premtuar që ai fëmia i premtuar që ti shërbente në tempullin e Shenjtë, por si vajzë nuk mund ta bënin, megjithatë Mariemja njihej që në fëmijërinë e saj për devotshmëri dhe gjëra interesante për kushtim ndaj Allahut xhallal xhelaluhu. Kur vdiq Imrani, atëherë të gjithë ben Israelit ishin në hall se kush do ta merrte primatin për ta ushqyer dhe për të kujdesur për Mariemin. Kishte shumë njerëz që kishin lidhje familjare, farefisnore të ndryshme, ndërta ishte edhe Zekeriaj. Por ata bën një garë interesante se a unë apo ti këtu drejtësia nuk mund të vihet në pa, as më tepër kur është për çështje humane krejtësisht, të gjithë kanë dëshirë që të ngarendin dhe të marrin meritat dhe sevapet, shpërblimet që të kujdesën për një jetim siç ishte Mariemja. Në atë rast ata vendosën që të qesin short dhe shorti i kishte ra Zekeriajt a.s. Wa ma kunte ledejhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dhe nuk e qenë prezent o Muhammed me i pa se si ata hedhin lapsat e tyre në ujë për të pa se kujt po i bie shorti që të kujdeset për Maryemin. Fekeffeleha Zekeria. E kishte marrë në kujdesi Zekeriaj. Që po i bie Zekeriaj Maryemin tash, pra e pas ka pas në këtë verzionin e dytë, që është më i saktë, e ka pas vajzë të Bajanakut, ose vajzë të Baldëzës, që i themi ne. Duke ditur se megjithatë ekziston një largësi e tillë, ai e ka marrë në dhomën e tij, në shtëpinë e tij, në mihrabin e tij, në vendin e tempullit kur ai ka adhuruar, dhe e ka lënë Mariemin aty dhe ky ka bërë jetën e tij me bashortën e tij ndarës. Kur shkonte për ta vizituar Mariemin dhe për t'i quar ushqim, pra sepse ajo i bie nuk jetonte bashkë me këta në shtëpi, por kujdesin e kishte ky. Kullama dakhala alejha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Zekeriaj sa herë shkonte, gjente tek Mariemja ushqime prej më të freskëtave. Do thotë që nëse i çonte kushtimisht të themi një gatojc, një gjell, një ushqim të gatuar, tek ajo gjente fruta taze, madje ndodhte që të mos ishin të kohës. Pra është interesante kjo. Të ketë rush në kohën e qershisë. Është e pamundshme. Të ketë qershi në kohën e rushit, është e pamundshme. Pra janë disa pemë që mund të takohen në kohën e pjekjes, vjeljes tyre dhe kur e kanë kohën që të ushqemi me to, por shumë prej tyre nuk takohen hiç. Dhe është interesante që ti të marrësh për shembull të shkosh tek Mariemja, e cila është e nevojshme për kujdesin tënd, aty në fakt sheh ushqime të lloj-llojshme sa ajo kishte nga dikush. Zekeriaj me padyshim do të pyet, do të interesohet, ka kurrësht të di nga janë ja Mariem, anna laki hadha. Kush po t'i sjell këto ushqime? Ka po të vinë këto. Këto në fakt nuk janë as në treg, në pazar, nuk i kemi as në shitorët e lagjës, as të afërme. Pra ka po vinë këto tek ti. Padyshim që Mariemja kishte treguar se ato po vinë nga Allahu xhallal xhelalu. Këtu edhe më tepër Zekeriajt ishte futur ajo dëshira që të kishte një fëmijë, që më parë nuk e kishte ndje shumë këtë mungesë, por më vonë e shpalosi këtë dhe Allahu xhallal xhelaluhu kur përmendi tha
pra idh nada rabbahu nidaan khafia, kur ai kishte bërë një lutje të fshet, çfarë kishte thënë? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. O Zot i madh, o Zoti im, më është dobësuar, më janë dobësuar kockat, eshtrat. Washta'ala ar-ra'su shayban. Më është mplakur koka, më është thinj koka nga pleqëria. Walam akum bidu'aike rabbi shaqiya. Në anën tjetër kur njëherë nuk jam mësuar që të mos lutem unë ty dhe që ti të mos më përgjigjesh në lutje. Kam pra një hall të madh. Në një anë unë e kam pleqërinë, moshën e shtyr, me dy elementet, kockat e dobësuara dhe pastaj në anën tjetër është edhe një element i kundër që është i nevojshëm për të pas fëmijë. Dhe ai po përmend tash. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Unë thot njerëzve që vinë pas meje po kam frikë për ta. Wa kanat imra'ati 'aqira. Edhe gruaja ime është sterile. Është sterile në ditët më të mira të jetës saj. Nuk di tash sa është e vjetër gruaja e Zekeriait alayhis salam, por është e vjetër. Është e vjetër dhe është interesante me gjithat të ditë, por mbi gjithat, sado që është e vjetër, ajo dhe kur ishte e re, ishte sterile. Fahebli min ladunke waliya. Më jep prej anës tënde një mbikëqyrës ose një kujdestar. Nuk po i thot një fëmijë, po përmend pra në këtë rast Allahu jo rastisht waliya. Për çfarë arsye thot yerithuni wa yerithu min ali Yaqub. Edhe më trashëgon mua, pra nuk është fjalë tek pasuria, por edhe trashëgon atë që kam trashëguar unë nga Jakubi, prej familjes së Jakubit alayhis salam. Waj'alhu rabbi radiya, dhe bëne o Zot që të jetë i kënaqur me ty. Nuk është fjala vetëm të kem unë një fëmijë, siç thot populli, t'ja ndi aromën e fëmijës, por të jetë ai që ty të njeh dhe të adhuron. A do të mund të pranohet një lutje e tillë në një moshë kaq të shtyr që Zekeria alayhis salam do ta bëj, do të jetë interesante kjo. Do të shohim se çfarë po i përgjigjet Allahu xhalla xhelaluhu, por këtu do të bëjmë një shkutje të shkurtër, qëndroni me ne, do të themi pas pak. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me emisionin ton Popujt e Kur'anit. Jemi me Zekeriain alayhis salam dhe lutja e tij drejtuar Allahu xhalla xhelaluhu në një moshë tepër të shtyr, kur eshtrat ishin dobësuar, flokët koka ishte thinjur, gruaja ishte edhe më parë sterile, ndërkohë që ky nuk ishte mësuar që Allahu të mos ja pranoj duan. E kishte shpresën e madhe që Allahu mund të bëj gjëra prej më interesanteve edhe mund t'i përgjigjet ftesës dhe nuk ka asgjë të pamundshme. Dhe jo vetëm kaq. Unë përmenda dy elemente pse ai kërkoi fëmijë. I pari, pra, vetë Allahu në surën Maryam e përmendi dhe detajoi se si Zekeria alayhis salam i kërkoi pra yerithuni wa yerithu min ali Yaqub. Pra një kujdestar, një pasues që edhe kujdeset për mua, edhe bart misionin që kam unë dhe Jakubit, që kam të marrë edhe prej familjes së Jakubit alayhis salam, pra prej familjes së Izraelit. Me fjalë tjera, është çështje krejtësisht misionare. Ndërkaq ne përmendëm që edhe ishte mahnit nga Maryemja, të cilën nuk e kishte njohurin për të maherë, sepse ai jetonte me familjen e vet, po kur Maryemës i kishte vdek babai Imrani, atëherë kush do të kujdesi? Dhe thuhet se Maryemës i kanë vdek natës ndoshta 2 prindrit, kush do të kujdes për Maryemën, që të nshort dhe i rashur ti Zekeriait. Dhe Zekeriai kur shkonte për ti çu ushqim Maryemës,
gjente ushimet të lloj-llojshme. E pyetje ja Marim, "Anna laki hadha?" Qalet huwa min indillah. Mariemi e kishte thënë kjo është nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu, yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, i cili është në gjendje ta furnizoj atë që do pa llogari hiç. Dhe kur e shite pra Mariemin, kishte një joshje që të kishte edhe një fëmijë kaq të hajër dhe kaq të mirë, që Allahu thot hunalike. Në këtë rast da Zakaria rabbe. Pra sharon se këto argumente janë bërë bashkë njëra me tjetrën. Në atë moment Zakaria e luti Allahun Zotin e tij. Çka i tha? Qala rabbi habli min ledunke dhurriyatan tayyiba. O Zot, mjep nga ana jote familje të mirë, inneke sami'u dua, pa dyshim që ti e dëgjon lutjen. Fanadet hul malaike, këtu jemi tash në të dy verzionet. E thirrën me laiket, Zakarian a.s. Edhe në surën Maryam, edhe këtu, dhe i than inna nubashiruke bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, ne po të përgëzojmë, po t'japim myshde se ti do të kesh një fëmijë që do ta ketë emrin Yahya. Lem naj'al lahu min qablu samia. Kësi emrin nuk I kemi vendosur askujt para këtij fëmije. Pra, Zakaria a.s. befasohet, ndonë se ishte I bindur që Allahun nuk e kthen mbrapa lutjen e tij, por po ashtu ishte edhe I bindur që Allahun mund ta sprovojë sikur që I kishte sprovu edhe më herët. As më tepër, të gjithë faktorët janë në disfavor të tij që të ketë fëmijë. I shtyr në moshë ky, e shtyr në moshë gruaja. As më tepër kur gruaja edhe në rininë e saj ka pasur sterilitet dhe nuk ka lindur. Megjithatë, Zakaria a.s. mahnitet dhe preket nga ky lajm kaq I gëzueshëm për te, dhe I thot Allahun xhalla xhelaluhu me një komunikim tepër interesant, kur Allahu xhalla xhelaluhu po I përmend, pra po jep myshden, thot se do të lindesh, qala rabbi anna yakunu li ghulam, fillimisht si mund të jetë e mundshme që unë të kem fëmijë, wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibri itiya, thot gruaja ishte edhe më parë sterile dhe unë kam arritur moshë tepër të shtyr. Allahu thot qala kedhalika qala rabbuk, Meleku I ka thënë, kështu ka thënë Zoti yt, ka marrë unë, hua alayya hayyin, për Allahun kjo është krejtësisht e lehtë. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Po çfarë është interesante, kam kriju ty më herët, s'ke qenë fare. Pse të vjen kjo tash interesant? Qala rabbi ij'al li aya. O Zot, a mund të më japësh një argument ta kuptoj unë se si do të jetë e mundshme që ky lajm të jetë I vërtetë. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Thot po, argument kjo se ti nuk do të mund t'ju flasësh njerëzve 3 net radhazi, do të bllokohesh në të folur. Fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Doli para popullit dhe I dha shenjë e pa se nuk po mund të flasë vërtet, pra u bllokuan të folur, dhe u dha sinjale që ata ta madhrojnë Allahun mëngjes e mbrëmje. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin, dhe kur Zakaria a.s. ju lut Zotit të tij, o Zot mos më lë vetëm dhe ti je trashëguesi më I mirë, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Allahu këtu edhe më drejt për drejt thot, ne ju përgjigjëm Zakariait a.s. ja dham Yahyain dhe ja përmirësuam, domethënë problemin, defektin që kishte gruaja e tij më herët. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ata kanë qenë njerëz që kanë përshpejtuar në punë të hajër dhe të mira. Ata janë ngut, kanë bërë gara që të adhurojnë Allahun sa më shumë dhe sa më mirë.
Dhe këtë kanë bë edhe kur i kanë pas mundësit edhe kur si kanë pas mundësit, edhe kur kanë pas dëshirë edhe kur ka qenë pa vullnetin. Wa kanu lana khashi'in, dhe ata kanë qenë rëbë që kanë pas frikën tonë, thëtë Allahu Jelle Jelaluhu. Në këtë rast, fanadethu l-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, derisa ai ishte duke u falë pra natën, namaz të natës, i ardhen me laiket dhe i thanë se أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Allah të përgëzon që ti do të kesh një djalë me emrin Jahja, i cili do të jetë vërtetues i fjalës së tij dhe do të jetë zotëri i respektuar në mesin e tyre. Wa hasurën mendohet që nuk do të lind dikush pas tij ose të ngjashme, por rëndësishme thot do të jetë wa nabiyyan min as-salihin, do të jetë profet prej të mirëve. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. do të versioni i njëjtë. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. thot ti don argument pra mos ju fal, nuk do të ju flasësh njerëzve 3 ditë përpos me isharete. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Pastaj thot përmend Allahun shumë dhe madhroj atë edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Me fjalë të tjera, kësaj do të lind Jahja alayhis salam, do të gëzohet shumë me lindjen e tij, i cili nuk do të jetë vetëm një djalë që do ta trashëgoj, por do të jetë një pejgamber që do ta trashëgoj Zekeriaj alayhis salam. Zekeriaj alayhis salam pra sprovohet pastaj me Jahjajin. Këtu nuk kemi shumë hapësirë për ta zgjeruar shumë këtë temë, por Beni Israelit, edhe pse kishte shumë të devotshëm në mesin e tyre, dihej fare mirë se ata po të mos e kishin dikon afër nga thirrësit në rrugën e Allahut, devijojnë shumë shpejt. Dhe këtë derte kishte Zekeriaj alayhis salam, sepse ata vërejnë se edhe me pejgamber nuk silleshin mirë. E në këtë rast, pra, problem pas problemi, ata do t'jenë edhe shkaktar të mbytjes së Jahjait alayhis salam, më falni. Kësaj pra do t'jetë një çështje problemore, ose edhe vetë Zekeriajt mendohet se e kanë vrarë dhe kanë mbyt, sido që t'jetë mendohet dhe thuhet se koka e tij është në xhamin e Beni Umeje në Damask. Allahu di më së miri, mund të jenë pretendime të tilla të disa grupeve që mendojnë këtë aspekt të historisë, por mund të jetë edhe dikun tjetër, sido që tjetë ajo është një çështje që nuk është shumë me rëndësi që të dihet dhe të kuptohet dhe nga ajo të nxjerrët ndonjë mësim se ku është koka e Zekeriajit ose se si u mbyt Jahjaji e të tjera. Por ajo që për neve mbetet është se Allahu Jelle Jelaluhu ka sprovuar njerëz të mëdhenj, ka sprovuar njerëz që kanë qenë pejgamber. Pse ti i nderuar vëlla, nderuar motër, për shembull kur ndodh një sprovë e tillë, për shembull nuk je fëmijë, mendon se Zoti është kundër teje. A ka qenë kundër pejgamberëve? Asesi. Ai ka ndonjë urësi, ai ka ndonjë prapavita që quajmë se si i sprovon njerëzit. Disa i sprovon me mosdhënie të fëmijëve, sikur që disa i sprovon me dhënie të fëmijëve. A do t'jenë falendërues me ata fëmijë, apo do t'jenë që fëmijët t'ja harrojnë besimin? Ka plot njerëz që për shkak të fëmijëve devijojnë. Ka plot njerëz që për shkak të fëmijëve emigrojnë. Në atë emigrimin e tyre, në largimin e tyre, në ndrimin e vendit të punës, në ndrimin e shoqërisë, në ndrimin e familjes, mund të ketë ndrim fatkeqësisht edhe të parimeve, ndrim edhe të besimit, ndrim edhe të çështjeve të tjera të cilat janë shumë esenciale për një njeri, po edhe për një gjenerat të tërë. Andaj, Allahu Jelle Jelaluhu na tregon se nuk duhet ta mendosh ti se dhënia e fëmijës është dhurat, e mosdhënia është dënim.
nuk do të ndihesh inferior, nuk do të ndihesh se mu më ka shkel Zoti se s'm ka dhënë pasuri. Përkundrazi, fukarat hinë në xhenet përpara. Ty të ka dhënë Zoti pasuri, por shumë prej të pasurve për shkak të pasurisë humbin edhe besimin. Pra është shumë mirë dhe është shumë e kënaqshme kur dikush me pasuri e falenderon Allahun edhe më shumë. Është shumë mirë dhe shumë e kënaqshme kur dikush me fëmijë e falenderon Allahun edhe më shumë. Është shumë mirë dhe shumë e kënaqshme kur dikush me pozitë e falenderon Allahun dhe ju sjell të mira njerëzve edhe më shumë, por në shumicë kjo nuk ndodh. Shumica e njerëzve për shkak të mirësive që i kanë e harrojnë Zotin. Andaj e rëndësishme është që ti të mbetesh i lidhur, ti të mbetesh e lidhur me Allahun, qofsh burr ose grua, në çdo variant, edhe nëse t'jep Zoti, dije se ti prap mos e harro Zotin, se fëmia nuk të bën xhenetli, fëmia nuk të bën xhenemli vetvetiu, po ti me devijimin, me udhëzimin tënd ose me devijimin tënd i fiton njërin apo tjetrën. Duhet të kesh kujdes këtu. Pra, kur kërkojmë fëmijë, kërkojmë si Zekeriaj, kërkojmë fëmijë që jerithuni wa jerithu min ali Jakub, që më trashëgon mu edhe trashëgon vijën fetare të paraardhësve të me, të familjes së Jakubit. Nuk është çështja vetëm të kemë fëmijë. Nuk është çështja vetëm të dëgjohet aroma e fëmijës. Nuk është çështja të kemë pasuri, dikush mund të lutë o Zot, dua pasuri, por thuaj dua pasuri të hajrit, të halalit. Sepse nëse pasuria nuk është e tillë, atëherë ti me pasuri të haramit nuk krahatohesh, nuk qetësohesh, nuk lumturohesh as pak. Ti e do pasurinë për çfarë arsye? Për të hequr varfëninë, jo për të hequr pasigurinë. Nuk është qëllimi varfënia që në vetvete të sjell problem, po nuk ndihesh i sigurt në jetë, nuk ndihesh i mbështetur në vetvete, nuk ke garancë për të nesërmen e tjera, pra këto janë arsyet pse ti dëshiron të kesh pasuri. Me fjalë tjera, me atë pasuri që ti don ta kesh nesër, synot ta fitosh knasinë e Allahut, jo kundërta. Kur të bësh shumë para, të fillosh ka haramet. Ka plot njerëz që mund të jenë njerëz të rëndomt, të thjesht, të varfër ndoshta, dhe të jenë burra të mirë dhe adhurues të mirë të Allahut. Në momentin kur ju vjen mirësia, në momentin kur ju vjen pasuria, devijojnë tërësisht. E kjo nuk guzon të jetë asesi arsye që ti ta harrosh Allahun pikërisht për të mirën që të ka dhënë. Kur ti nuk patë fëmijë, e adhurosh Allahun xhallahu. Kur u bëre baba, ose ndoshta vetë kur u martove, e harrove xhamin, e harrove udhën e Zotit, e harrove agjerimin, e harrove punën e mirë, e harrove mësimin, e harrove përcjelljen e ligjëratave, e harrove avancimin tënd fetar, e harrove leximin e Kuranit dhe dhikrin. Nuk bën këtë. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Mos ju mashtrojnë pasuritë e juaja dhe evladet e juaj nga përmendja e Allahut, asesi. Nuk duhet që ti të largohesh në momentin kur këto i posedon. E kundërta, me posedimin e tyre ti duhet ta shtosh edhe më shumë, të avancosh edhe më tepër aspektin e devotshmërisë që Allahu xhallahu xhelaluhu do të jetë i kënaqur me ty më pastaj. Kësaj të respektuar vëllezër dhe motra, Allahu xhallahu xhelaluhu e gëzoi, por edhe e sprovoi me Jahjain alayhis salam, e për ne mbetën këta që t'jenë mësim dhe shëmbëltyr e vuajtjes dhe gëzimit, e falënderimit dhe lidhjes me Allahun xhallahu xhelaluhu, që nuk u korriten me Allahun, edhe kur patën, edhe nuk patën fëmijë, edhe kur patën. Pra, ju lutën Allahut që të kenë fëmijë të mirë, u pajisen me këtë, dhe Allahu xhallahu xhelaluhu i përgëzoi. Ja Yahya khudil kitaba bi quwwa. O Yahya, merr librin me forcë, dhe ecë përpara, pra është fjala librin, mendohet që është fjala për Teuratin, të cilin ai ka pasur mision që ta çojë përpara, sikurse edhe babai i tij edhe pararendësit e tjerë prej profetëve, prej pejgamberëve të Allahut xhallahu xhelaluhu që ishin dërguar tek ai popull. Allahu familjen e tij e ka begatuar edhe përmendjen e tij në Kur'an e ka zgjatur më shumë se sa me disa pejgamberë të tjerë, dhe për këtë arsye dëshiruam që edhe ne këtu të japim pak dritë dhe vëmendje kësaj çështje, këtij
profetit të Allahu xhalla xhelaluhu ose kësaj familje të profetëve, pra Zekeriai dhe Jahjai. Nuk kem arsye të zgjatemi më tepër me këtë profet, do të shohim se kush pas tyre kronologjikisht përmendet në Kur'an. Dhe në javën tjetër do të shpalosim se kush do të jetë ai. Deri atëherë ju lëm kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.